Shtetet e Bashkuara kanë kryer një seri sulmesh ndaj objektivave ushtarake iraniane pranë ngushticës së Hormuzit si përgjigje ndaj rrëzimit të një helikopteri amerikan në gjirin persik. Sipas komandos qendrore të ushtrisë amerikane, u goditën sisteme të mbrojtjes ajrore, radar dhe stacione kontrolli toksor. Nga ana tjetër, Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kishte nisur sulme ndaj bazave amerikane në Bahrein dhe Jordani, ndërsa Kuvaiti raportoi se kishte zbrapsur një tjetër sulm. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka kërcënuar Iranin se do të paguajë çmimin pasi është dashur shumë kohë për të negociuar. Ushtria e Iranit është një rrëmujë plot. Pjesa më e madhe e saj, si marina dhe forcat ajrore, nuk ekzistojnë më. Ata janë poshtur plotësisht. Irani është vetëm fjalë dhe asnjë veprim. Ngacmuesi i lindjes së mesme ka vdekur. Ata kanë marrë shumë kohë për të negociuar një marrëveshje që do të kishte qenë e shkëlqyer për ta. Tani do të duhet të paguajnë çmimin. Irani pretendon se bombardimet amerikane shkaktuan dëme në disa infrastruktura civile, përfshirë një kull telekomunikacioni dhe rezervuar uji. Përplasjet e fundit midis SBA-s dhe Iranit vinë në një kohë kur palët po vijojnë negociatat për arritjen e një marrëveshjeje që do të jepte fund konfliktit.